Arritet deri tek numri 2 i PS-s dhe e kuptove që nuk ke shans për numrin 1 dhe u ndave nga familja. Nëse arrin të bësh regjistrimin kohë, në cilën parti do bësh koalicion dhe pse? Këtë e dham këtë përgjigje. Unë përgjigje. Tjetra. Në zgjedhjet e vitit 2013 dhe ju zoti Blushi keni kontribuar dhe jeni investuar për ardhin e rilindjes pushtet. Sot kur sipas jush rilindja është dështim i gjithanshëm, a ndjeni sadopak përgjegjësi për kontributin tuaj në ardhin e saj? Unë besoj që ardhja e Partisë Socialiste dhe e koalicionit vetë në 2013 ishte domosdoshme. Mënyra si qeverisi ishte e parësyeshme edhe shumë njerëzore, shumë mizore. Pyetja tjetër, cilës nga partitë në Kosovë mendoni se kanë ngjashmëri ideali me partinë tuaj, Libra? Unë besoj që Kosova, për shkak të kontekstit vetë, nuk ka ngjashmëri me mënyrën si bëjmë në politikë këtu. Aty ka një theks shumë nacional, akoma partitë kosovare, për shkak të kontekstit që kanë, nuk janë shumë ideologjikisht orientuara. Nuk besoj se ka në ngjashmëri. Muhamet Xhamani thot, pse duhet japim votën ty kur ti ke qenë gjithë këto vite në mesin atyre që tashmë kundërshton akuzon? Çfarë ke bërë gjithë këto vite? Apo të Leverdisit qëndroje dhe qëndrove? Cila është prova jote që nuk je i shitur si tjerët? Na thuaj një vepër, një diçka që ti ke bërë për popullin shqiptar si deputet gjithë këtë kohë. Pyetje shumë e gjatë kjo dhe do kisha dash të kisha kohë për të përgjigjur. Unë mund të them vetëm një gjë Muhametit, vepra më e mirë që kam bërë është që nuk kam bërë asnjë dëm në këtë vend. Vepra më e mirë që ke bërë është që nuk e bërë dëm. Si vendi si kam bërë asnjë dëm, sepse këtu njerëzit konkurrojnë me kush bën më shumë dëm. Unë nuk kam bërë asnjë dëm. Admir Shau thot, duke marrë të mirëqen faktin që kjo qeveri nuk e ka vullnetin për zgjedhjet lira dhe me standarde. Gjë që lë të kuptosh se kjo qeveri do të qëndrojë gjatë në pushtet. A mendon se mundësia e vetme për të rrëzuar këtë qeveri do jenë protesta dhe dhunshme? Realisht, mua më frikson 3-4 vjeçari i ardhshëm i Shqipërisë. Jam një nga njerëzit që kjo gjë më fut në mendime thella, sepse besoj që për gjithë arsyet që thash, papunësi, emigracion, polarizim, kriminalizim, kanabizim, mungesë investimesh tuaja, rënim të arsimit, rënim të shpresës për jetuar në Shqipëri, edhe përqendrim pushtetin në pak duar të pasura ose evazore ose kriminale, mund të çojnë në polarizim me kontraste shumë thella. Dhe nëse ka kaq shumë kontraste, kam frikë se njerëz, nëse nuk gjenden zgjidhje politike, dhe njerëzve i hiqet mundësia për të votuar lirisht, për 2-3 vjet, Shqipëria mund të shkojë në përplasje sociale të pa nevojshme edhe shumë dëmshme që mund ta lërë jashtë Evropës edhe 10 vjet tjera. Mund të ishim Bashkimin Evropian në vitin 2003, 2004 deri në 2010, e di pse kemi humbur për shkak vitit 97. Për shkak vitit 97, pra ne nuk jemi një popull ende dhe nuk kemi klasë politike e cila ka aftësinë dhe inteligjencën për gjeneruar zgjidhje politike të arsyeshme në momente krizash. Ne dalim më të varfër dhe më të dobët nga krizat, siç ta ndodhi në 97-ën. Dhe humbëm shansin për të shkuar në Evropë, gati me 10 vjet, vetëm për shkak krizës të vitit 97. Tani, pyetje tjetër, ku i gjen lekët për aktivitetet që mban në çdo qytet të Shqipërisë, sepse vetëm karburant sa lekë duhen. Imagjino pastaj konferencat në hotele. Unë e paguaj karburantin tim me rrogën time, edhe më del sigurisht. Libra organizohet në këtë mënyrë. Është një parti që vetë financohet. Mund të them që për 3 muaj, e ne do bëjmë një bilans financiar besoj shumë shpejt, për 3 muaj kemi harxuar më pak para, dhe besoni këtë gjë, se mund të ketë kushtuar vetëm një aktivitet i një prej partive të vjetra në çdo qytet të Shqipërisë. Ne vetë financohemi, pra e vetmja e ardhur që kemi janë kotat e secilit prej nesh. Natyrisht nuk kemi mundësi të mbledhim 10.000 kuota, se 10.000 antarë pak a shumë kemi, mbledhim kuota tek njerëzit tanë më aktiv. Keni parasysh që te Libra nuk vjen një njeri që do të marrë tender se s'ia jep dot, nuk vjen një njeri që do të dalë nga burgu se nuk e nxjerrën nga burgu, këto lloj parash te Libra nuk vijnë. Janë vetëm kuota antarësh dhe për këtë arsye Libra mund të jetë një rast unik në Shqipëri që vetë financohet vazhdimisht. Mirë deri tani, por në fushat. Kush është ky i pasur me këtë sistem? Absolutisht, pse më bëjnë të njerëz, shumë njerëz më bëjnë të pyetje, thonë ku i gjeni parat? Po çfarë parash për të ecur edhe për të folur? Unë nuk kërkoj lek për të folur. Unë sot kam folur 6 orë. 2 orë këtu, 2 orë në takime, ja 2 orë që kam parlament gjithë. Unë nuk kërkoj lek për të folur. Nuk kërkoj lek për të ecur. Pardje kam qenë në Kamës, pas Kuqan, Babru mund të kem bërë 2 kilometra në këmbë. Pse më duhet lek mua për të ecur? Jo vetëm mua.
Po të gjithë atyre që bëjnë këtë punë të libra si puna ime. Po, duhen lek për të paguar njerëz si do merren me votat, njerëz si do jenë. Absolutisht, janë vullnetarë, Fezi. Po ju ftoj një ditë, merrni kamerë dhe kushdo që më bën këtë pyetje, të vitë zyrat tona në mes Tiranës dhe shofi sa vullnetar ka. Raportet me mediat si keni spunë? Askush nuk paguhet atje. Askush. Ka vajza të reja, djemë të rinj që rinë nga ora 10 të mëngjesit deri 10 darkës si vullnetar. Nuk paguhet askush. Ka njerëz që bëjnë dežurn te dera me 3-4 orë, student që janë dhe sezon tani, duke zëvendësuar njëri tjetrin. Blush, ju është vështirësuar raporti me mediat pas daljes në vete? Për fat keq po. Unë nuk është se kam pritur që mediat do jenë shumë hermetike për të nxjerrë libra në televizor. Nuk kam arsye shumë të qajem, po prap e di që kjo kohë do vi duke reduktuar ndjeshëm në 3-4 muajt që vinë, sepse e tillë është natyra e Shqipërisë, dominon interesi edhe monopoli. Ardit Buzi thot, a ju duket i tepruar ky pluralizëm politik, shumë parti pa dobi, shpenzimet kota me takset e shqiptarëve në zgjedhje, që në fund nuk i kthejnë parat pas fushatës. Si do të financohet libra në zgjedhje nëse KQZ jep dritë jeshile për pjesëmarrjen e librës në zgjedhjet e 18 qershorit? Paka shumë kjo që thatë. Unë do doja realisht që dhe do bëj një propozim që partitë parlamentare, që garojnë, të kenë kuota financiare. Ju thash që në Shqipëri mund paguhen në fushat rreth 50 milion euro, sipas një vlerësimi të përgjithshëm. Pse duhen kaq shumë para? Franca ka kuotë. E dini se ka kuotën, Fezi? Jo. Maksimumi, nëse unë s'jam gabim, ka një kuotë që lidhet deputeti me numrin e zgjedhësve, nuk